Asalamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashk për të filluar një rrugtim të ri përmes emisionit të cilin do ta quajmë Thellësitë e Kuranit. Do të flasim për domosdoshmërinë e njohjes së librit të Allahut, së shpalljes hyjnore dhe për mësimet të shumta të pashtershme që burojnë nga ky libër. E po ashtu do të kuptojmë edhe rrezikun nga mosnjohja e librit të Allahut, por edhe nga injorimi i Kuranit. Këtë rrugtim do ta bëjmë me Hoxhën Osman Bekteshi, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Mirë se vjen Hoxh. Mirësevgjeve. Kënaqësi që jemi bashkë në këtë rrugtim dhe shpresojmë që do të trajtojmë tema më të rëndësishme që trajton Kurani për shoqërinë, apo jo? Padyshim se po, kënaqësia është e imja që të jem në këtë bashkëbisedim të bukur me ty për çështjen më të rëndësishme rreth librit të Allahut dhe mbi gjitha rreth thelbit të zbritjes së këtij libri që është njohja e thellësive të tij. Po dhe Hoxh, para se të fillojmë emisionin duke shfletuar Kuranin, pra përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, që në fillim pra të surës Bekara Allahu thotë ky është libër që në cilin nuk ka dyshim dhe është udhëzues për ata që janë të devotshëm. A është Kurani vetëm për të devotshmit apo për të gjithë njerëzit, për të gjithë besimtarët? Kurani si shpallje është për të gjithë, sepse është përmbushje e drejtësisë absolute të Zotit ndaj njerëzve në përgjithësi. Por si mesazh i pranuar është vetëm për të devotshmit. Ajo që realisht edhe do të flasim për të inshallah përgjatë këtij rrugtimi të përbashkët, e çka të bëjmë me thellësitë e tij. Thellësitë e Kuranit nuk i njohin, nuk i kërkojnë dhe nuk i aplikojnë vetëm sa ata që janë të devotshëm. Po pra. Hoxh, çdo njohje kërkon lexim. Në këtë rast ku dallon leximi i Kuranit nga leximet tjera? Pse kërkon Kurani një qasje pak më serioze, pak më medituese? Po nuk ka dyshim se leximi i Kuranit dallon nga leximi i çdo libri tjetër, për faktin se Kurani është fjala e Allahut, është kelamullah. Pra nuk është prurje toksore, as nuk është mendim njerëzor, por është shpallje hyjnore, e cila ka zbritur për ta transformuar njeriu, për t'ia mësuar të vërtetën dhe për ta ndryshuar atë përmes përndritjes të cilën e përthith nga mesazhet e librit të Allahut. Pra, raporti me Kuranin dallon krejtësisht nga raporti me libra të tjerë, sepse ky libër është libri i Allahut, i zbritur për njerëzimin mbar e i bekuar. Dhe Allahu këtë qartazin në Kuran e tregon duke thënë: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak." Këtë libër o Muhammed ta kemi zbritur ty të begatshëm. Fillimisht Allahu tregon për faktin se ky libër nuk është toksor, por është qiellor, prandaj thotë ta kemi zbritur ty, sepse Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është autoriteti i zgjedhur nga ana e Zotit toksor, pra autoriteti fetar për tokën dhe për njerëzimin mbar, që nuk lë hapësirë të mendoj dikush se kjo mund të jetë prurje njerëzore. Apo edhe se siç edhe u pretendua. Apo edhe se Muhammed Mustafaja mund të jetë autori i saj. Absolutisht jo. Autori i këtij libri është vetë Allahu. Ky libër është atribut i Allahut, sepse është fjala e Allahut, dhe ashtu siç Allahu me qenien e tij, me emrat, me cilësitë e tij, dhe me çdo gjë që i përket atij, është i pafillim dhe i pambarim, edhe kjo fjalë me gjitha karakteristikat e veta është e pafillim dhe e pambarim. Andaj raporti me Kuranin do të jetë krejtësisht ndryshe dhe ajo që realisht neve na bën që ta dallojmë atë në trajtim është pikërisht fakti se pse Allahu e zbriti. Dhe Allahu qartazin në vazhdimin e këtij ajeti tregon e thotë: "Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab." Pa këtë libër të begatshëm e kemi zbritur o Muhammed që ti meditojnë ajetet e tij, pra argumentet e tij, dhe që të mësojnë, të marrin mësim mendarët. Meditimi i Kuranit, që ndryshe quhet at-tadabbur, dhe mësim nxënja prej mesazheve të këtij Kurani për ata që e ruajnë shëndoshmërinë mendore. Kurani është libri që Zoti i Madhërisht thret në meditimin e tij, sepse përmes meditimit të tij ne realisht e njohim thellësinë e tij, dhe sa më thellë që i futemi Kuranit në njohjen e tij, të mesazheve të tij, të kërkesave të tij kështu me radhë, aq më mirë dhe aq më shumë e njohim Allahun. Edhe në raportet tona ndërnjerëzore ne e dim se sa më shumë që hulumtojmë për njëri tjetrin, për atë se
si flasim për atë se çfarë dëshirojmë të përqojmë tek njerëzit, se çfarë backgroundi, pra pavije kemi edhe të profilit, edhe të studimit, edhe të punës e kështu me radhë, ashtu edhe do ta njohim personin fjalë. E para se gjithash, Allahu t'i takon shembullin më i lartë. Pra fjala e Allahut, sa më shumë që thellohemi në të, sa më shumë që e analizojmë, sa më shumë që e meditojmë, aq më tepër e njohim krijuesin absolut. Pra këtu qëndron dallimi mes leximit, recitimit dhe çështjes reflektuese përballë Kuranit. Po pra, sepse Kurani nuk ka zbritur vetëm për të lexuar, por ka zbritur për të kuptuar dhe për të aplikuar. Ndonse leximi është mjet, por qëllimi është meditimi i tij. Meditimi është ai i cili neve na bën të mundur ta njohim këtë fjalë, ta njohim thelbin e saj, kërkesën e saj dhe ta përjetojmë bekimin e saj. Prandaj ata që thellohen në meditimin e Kuranit gjejnë bekim të pashtershëm, sepse Allahu ka garantuar për një gjë të tillë. Thot Mubarak, ky libër është Mubarak, është i begat. Begatia e këtij libri nuk shterret kurrë. Jemi ne ata të cilët krijojmë barikada ose i heqim ato në raport me këtë libër. Prandaj njerëzit që kanë prirje për të thelluar në Kur'an çdo herë gjejnë begati në jetën e tyre. Edhe në rastet më të vështira të jetës tyre, ata ndihen qetë, janë faqebardh, janë durimtar dhe çdo herë i përjetojnë bekimet e këtij libri sepse është fjala e Allahut Madhërisëm. Pastaj Allahu tregon gjithashtu në Kur'an se ky libër, përpos që është i begatshëm, është edhe udhëzim. Pra, një prej urtësive kryesore të këtij libri, të zbritjes së tij është udhëzimi i njerëzve. Njeriu ka nevojë për orientim, ka nevojë për udhëzim. Ne e dimë për rastet shumë të thjeshta të jetës kemi nevojë për udhëzim, sepse nuk i njohim pasojat, nuk e dimë se çfarë mund të ndodh pas ndonjë veprimi të caktuar që ne mund ta ndërmarrim. Dhe para së gjithash, Allahu subhanahu wa taala duke ditur se jeta e kësaj bote i ka peripecitë e veta. Dhe duke njohur mangësinë e krijesës njerëzore, se është e nevojshme vazhdimisht për udhëzim, për orientim, ai ka zbritur këtë libër si zgjidhje. Jo vetëm si zgjidhje, por edhe si përmbushje e drejtësisë së tij në raport me ne. Pra Allahu e ka zbritur këtë manual për t'i përmbushur të gjitha nevojat dhe kërkesat tona, për cilat ne kemi nevojë. Dhe duke qenë se Allahu është i drejti absolut, ai nuk lejon që njeriu t'i mungojë diçka për cilën ai ka nevojë. Para së gjithash për çështje shpirtërore, për çështjet e qëllimit të jetës, ai duhet ta di se pse jeton. Ai duhet di se çfarë do të ndodhë me të në të ardhmen. Këto vite që unë do t'i kaloj në këtë vend banim që quhet tokë, çfarë do të ndodhë me mua pastaj, ku do të shkoj, cili është qëllimi. Dhe Allahu gjitha këto i përmbush përmes zbritjes kuranore, e cila është realisht edhe mundësia e vetme e transformimit të njeriu çdo herë në atë që është më e mira. Po, dhe duke qenë se Kurani është libër që duhet medituar në të, a duhet kemi vetëm qasje të studimit intelektualësh, apo është edhe përjetim shpirtëror? Si balancohen këto dy kuptime? Në fakt, Kurani i përmbush të gjitha të dyja këto dimensione, edhe atë intelektual, edhe atë emocional. Por gabimi i madh bëhet atëherë kur tentohet që të mëvetësohet vetëm njëra prej tyre, apo të ndahet njëra nga tjetra. Fillimisht nuk ka dyshim se Kurani është libër që i thret arsyes njerëzore, i flet intelektit njerëzor. Dhe ne e dimë se Allahu në shumë ajete kuranore tregon se ky libër ka zbritur për ta kuptuar atë fillimisht, për ta njohur atë me arsyen tonë njerëzore. Por nëse e trajtojmë Kuranin vetëm nga këndvështrimi intelektual, atëherë atë e shndrojmë në teori. Dhe kjo është diçka e thatë. Por në anën tjetër, Kurani e përmbush edhe dimensionin emocional. Prandaj Kurani para së gjithash i flet zemrës. Vetë Allahu në Kuran tregon e thotë se kur e ka njoftuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me zbritjen e këtij libri, thotë wa innahu latanzilu rabbil alamin, padyshim se ai, pra Kurani, është zbritje, shpallje nga Zoti i botëve. Nazala bihi ruhul amin, të cilin e zbriti shpirti besnik Gjibril alayhis salam, ku ala qalbik, në zemrën tënde, li takuna min al-mundhirin. Pra nuk i thanë në veshin tënd, as në mendjen tënde, por i thanë në zemrën tënde, sepse para së gjithash Kurani ka zbritur që njeriu të përjetoj edukim emocional, edukim shpirtëror. Dhe vetëm përmes ndërthurjes së të dyja dimensioneve ne mund t'ja japim hakun dhe t'ja plotësojmë të drejtën librit të Allahut. Edhe vetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga gjithë jetës së tij, edhe kur e ka kuptuar këtë mesazh, edhe kur e ka aplikuar atë,
ai i ka përmbushur të dy dimensionet, edhe atë intelektual, po edhe atë spiritual. Prandaj ne e dim sipas transmetimeve të sahabëve se kur janë falur ndonjëherë me të, sikur se tregon për shembull Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot një natë unë u fala me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili e filloi namazin e natës me surën al-Baqara, siç e kishte zakon. Dhe tha, kur arrinte tek ajetet që flisnin për mëshirën dhe për ndëshkimin, për shembull ajeti in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, në qoftë se ti i mëshiron ata, atëherë ata janë robërit e tu, ti vepron çfarë të duash me robërit e tu. E nëse vendos Allah që ti ndëshkosh, atëherë padyshim se ti je i plot fuqishëm dhe i urtë absolut. Tha kur arrinte tek ajeti i mëshirës, ndale dhe e përsëriste disa herë dhe kërkonte tek Allahu i Madhërisëm mëshirë nga ana e tij për të. Ndërkësh kur arrinte tek ajetet e ndëshkimit, kërkonte mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala për ndëshkimin e tij. Pra e përjetonte emocionalisht atë që e kishte kuptuar, intelektualisht pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përjetonte emocionalisht. Rrjedhimisht pra vjen përjetimi. Dhe në këtë rast si të gjejmë një ekuilibër, si ta ruajmë në fakt ekuilibrin mes çështjes intelektuale dhe përjetimit shpirtëror të Kuranit. Vetë fjala tadabbur na jep përgjigjen adekuate për këtë. Për shembull, rënja e fjalës e tadabbur është dabbara yudabbiru, që i bie shikimi i pasojave, thellimi përtej sipërfaqes. Ti nuk mund të njohësh pasojat, nuk mund të thellohesh përtej sipërfaqes pa e pranuar dhe pa kuptuar fillimisht atë që vije si fjalë e parë, apo si lëndë e parë, apo si çështje e parë. Në këtë rast, ne nuk mund ta thellojmë veten në kuptimet e Kuranit pa i njohur kuptimet bazike të saj. Por kjo është pjesa e parë apo faza e parë që ne duhet ta kemi parasysh. Në radh parë ne duhet t'i kuptojmë fjalë për fjalë, pastaj edhe ajet për ajeti, e mos flasim për ata që janë më të thelluar edhe ndërlidhjen mes sureve në vetvete, mes kapitujve, e pastaj kalojmë në fazën e meditimit. Pra, atë fjalë, çfarë ka dashur Allahu të thotë me të? Duhet ta zbresim tek vetvetja jonë. Pra duhet ta lidhim veten me atë fjalë, me atë ajet. Duhet ta përjetojmë atë kuptim madhështor që Zoti e ka pru për ne. Duhet ta përjetojmë si bashkëbisedim i Allahut në mënyrë direkte me ne, se realisht Kurani është bashkëbisedim i Allahut me ne. Ndërkësh namazi është bashkëbisedimi ynë me Allahun. Në këtë rast, një fjalë e caktuar kuranore, në momentin që ne e njohim kuptimin e saj, ne duhet të thellohemi në atë që ka përtej këtij kuptimi. Çfarë dëshiron të thotë Allahu me këtë? Çfarë përkërkon Allahu nga unë këtë rast përmes këtij ajeti, përmes këtyre fjalëve? Dhe kur ne arrijmë ta bëjmë balancimin mes njohjes intelektuale, kuptimore të fjalëve të Allahut dhe mes përjetimit spiritual, shpirtëror, atëherë kemi arritur në përfundimin që Zoti kërkon për nesh. A din ta bëj secili këtë? Mund ta bëj secili, por nuk e bën secili. Për arsye se sot fatkeqësisht është reduktuar trajtimi i Kuranit vetëm në çështje zanore dhe vetëm në lexim teorik. Në recitim, në lexim, në këndim dhe asgjë përtej kësaj, ndonse kjo e ka vlerën e vet dhe kjo s'ka diskutim. Ka problem atje. Padyshim se po, por kush është qëllimi? Pra, çfarë dëshiron Allahu të na thotë përmes stimulimit të leximit shumt, apo përmes memorizimit të Kuranit? Është diçka më e thellë se sa kjo, sepse Allahu nuk dëshiron për nesh lexim mekanik, as edhe memorizim mekanik, por dëshiron që këto informacione kuranore, këto fjalë hyjnore që ne i përvetësojmë edhe i përsërisim vazhdimisht me leximin e shumë që ne i bëjmë, ne të thellohemi në kuptimet e tij për të aplikuar në jetën tonë. Dhe nuk ka mundësi që të mishërohemi me fjalën e Allahut pa u thelluar në meditimin e tij dhe pa i aplikuar ato në jetë. Çdo gjë që trajtohet vetëm teorikisht është e predispozuar që të harrohet shpejt. Prandaj balanca është e nevojshme gjithmonë. Gjithmonë, atë që intelektualisht e kuptojmë, duhet spiritualisht, shpirtërisht që ta aplikojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Pra duhet t'i ushqejmë zemrat tona dhe shpirtrat tanë me fjalët e Allahut, sepse realisht është ushqimi më i mirë për cilin ka nevojë shpirti ynë. Dhe siç e përmendet Muhamedi alayhis salam, emocioni buron vetëm pasi ti kuptojmë gjërat. Nuk ka dyshim. Pasi të provokohet nga kuptimi. Po pse ndodh që sot ndonse mundësitë teknike janë aq të mëdha, çdo kush kemi telefon me vete.
Çdo kush kemi Kur'an realisht me vete, sepse kemi aplikacionin e Kur'anit në telefon. Por pse nuk e shfrytëzojmë, pse nuk e lexojmë? Kemi edhe përkthimin e kuptimeve të Kuranit. Pse nuk e përjetojmë kur e lexojmë? Pse sahabët e kanë përjetuar krejtësisht ndryshe? Pse u janë rënqetur zemrat atyre kaq lehtë dhe kaq shpejt? Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përjetuar kaq thellë fjalën e Allahut, ndonse i është zbritur atij direkt, ndonse është falur me te, ndonse vazhdimisht ka pas punë me librin e Allahut, por kur nuk është ndier larg tij, kur nuk është ndier i tepruar prej tij, përkundrazi është thelluar edhe më tepër në meditimin dhe në aplikimin e tij. Në anën tjetër, Ebu Bekri nuk vazhdonte tutje në memorizim pa e praktikuar. Pra sepse e kanë përjetuar fjalën e Allahut. Ata e kanë pasur parasysh faktin që kjo fjalë është e Zotit. Për shembull, nëse vjen një njeri që është me famë botërore, një njeri me ndikim, një njeri që flet bukur, është shumë i artikuluar, është shumë i pasur në fjalore, është shumë i radh. Mos flasim nëse edhe është i fuqishëm materialisht. Sa me vëmendje ta dëgjonim atë njeri. Sa me ëndje, sa me përkushtim, pse është fjalë e një akademiku, është fjalë e një multimiliarderi, është fjalë e një njeriu të famshëm globalisht. Ndërkaq në raport me Allahun subhanahu wa taala, në raport me fjalën e tij nuk është kjo qasje. Ndërkohë, kjo duhet të qasja e vetme në raport me Zotin e Madhërisht. Vëmendjen kryesore duhet t'ia japim fjalës së Allahut, librit të Allahut. Sepse çdo gjë ndërlidhet me të. Jeta jon, ekzistenca jon, e ardhmja jon, çdo gjë ndërlidhet me librin e Allahut. Dhe nëse ne nuk e japim vëmendjen e duhur librit të Allahut, atëherë i hym në hak Allahut. Kemi problem me çështjen e asaj që pyeta në fillim, me çështjen e devotshmërisë? Mendoj se po. Kemi shumë problem. Ne në thelb kemi problem me konceptuar dhe me kuptuar edhe konceptin e devotshmërisë, se çfarë do të thotë devotshmëri. Dhe kur jemi te devotshmëria, janë dhënë shumë definicione nga ana e sahabëve. Madje nuk dihet ndonjë koncept për cilin është folur më shumë nga sahabët se sa koncepti i devotshmërisë, që tregon se synimi i tyre kryesor ka qenë arritja e devotshmërisë reale. Dhe ndër definicionet që janë dhënë, është i mirë njohur ai i Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. Që do të thotë devotshmëria reale dhe vërtet është frikë respekti ndaj të madhërisht ndaj Allahut subhanahu wa taala, të kënaqesh me të paktën që Zoti të ka dhënë e që është e mjaftueshme për ty, të punosh me atë që Zoti ka zbritur për ty prej shpallës kuranore dhe pejgamberike dhe të përgatitesh për udhëtimin e fundit, pra për jetën e përtejme. Tash, nëse e marrim për shembull edhe çdo komponent të këtij definicioni të devotshmërisë e peshojmë në vetveten tonë, në raportin tonë me librin e Allahut, konkretisht përmes leximit që ne japim Kuranit, sa ndikon kjo në përmbushjen e këtyre katër komponenteve, në respektin ndaj Allahut. Kuranin që mund ta lexojmë, dikush mund të lexojë 100 hatme për shembull, lexim mekanik. Sa mund të ndikojë ky Kuran, ky lexim në shtimin e respektit ndaj Allahut, frikë respektit ndaj Zotit, në vetëdijsimin e tij për të punuar me atë që Zoti i ka dhënë për shpalljes në Kur'an dhe me Sunet. Në vetëdijsimin e tij për të kënaqur me atë që Zoti i ka caktuar, për pasurisë, për familjes, për bukurisë, për famës, për pushtetit, për çdo lloj pasurie tjetër dhe mirësie nga ana e Zotit, dhe në fund sa ndikon kjo në avancimin e tij drejt njohjes së ditës së gjykimit, rreth përgatitjes për udhëtimin përfundimtar që është jeta e ahiretit. Çdo kush prej nesh duhet ta pyes veten. Dhe këtu realisht pasi ta peshoj veten e sheh dhe rezultatin se ku është me leximin e Kuranit. Ku qëndrojnë pengesat? Pse njeriu nuk arrin, pse gjithë secili nuk arrin të thellohet në Kuran? Ekzistojnë disa pengesa që e pamundsojnë meditimin dhe përjetimin e fjalës së Allahut. Allahu qartazi në Kuran tregon e thotë: "Afala yatadabbaruna al-Quran", a nuk e meditojnë Kuranin? Pra Allahu derisa përmend termin e meditimit, kjo tregon se Allahu nuk po e mohon faktin që mund ta lexojnë Kuranin, sepse nuk ka mundësi të përmendet meditimi pa u përfshirë vetvetiu edhe leximi. Por Allah nuk po thot si nuk e lexojnë Kuranin, sa atë po e bëjnë shumica, por thot afala yatadabbaruna al-Quran, si nuk e meditojnë Kuranin. Pra, si ka mundësi që me lexu dikush fjalën e Allahut e mos me meditua atë. Pastaj e jep edhe përgjigjen se ku është problemi. Am ala qulubin aqfaluha. Apo në zemrat e tyre ka drynë. Zemrat e tyre kanë të kyqura. Tash lind pyetja, çka mund me kyç zemrën e robit që e lexon fjalën e Allahut, por nuk ndikohet prej saj? Ku është problemi?
i marrim argumentet kuranore, sepse Kurani më së miri e shpjegon vetën. Pikërisht. Allahu thot në Kuran për shembull, kella bel rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Thot jo, përkundrazi, ajo që ata kanë vepruar është shkak që zemrat u janë mbuluar. Pra mëkatet. Mëkatet janë ato që e errësojnë zemrën, edhe krijojnë barrikada mes nesh dhe mes fjalës së Allahut. Meditimit në këtë rast. Dikush mund të jetë lexues i vazhdueshëm i Kuranit, por nuk ka fare ndikim tek ai. Nuk lë gjurmë pozitive, është po i njëjti. Mund ta lexoj Kuranin 40 vite me radhë, mund të ketë rrëzuar hatme të shumta, madje edhe i shënon ato, por është i njëjti në fjalor, i njëjti në edukat, i njëjti në qasje ndaj njerëzve, i njëjti në punë, i njëjti në shoqëri. Nuk ka ndryshim. Ndërkaq është e pamundur që fjala e Allahut të depërtojë tek njeriu e të mos e ndryshojë atë pozitivisht. Mos ketë ngritje e përndritje. Është e pamundur. Aqë Allahu ka garantuar për një gjë të tillë. Por problemi kryesor është mëkatimi, sepse e errëson zemrën. Për këtë arsye pejgamberi Allahut na ka treguar duke na thënë: Innal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kur robi bën një mëkat, bën një gabim të caktuar, atij i vendoset një pikë zezë në zemër. Thotë nëse nuk e parandron ata, nëse nuk e parandron me pendim, fe in taba suqila qalbuhu. Thotë nëse pendohet, i pastrohet zemra, pa i rikthehet në gjendjen e pastërtisë që e ka pasur dikur. Përndryshe, nëse nuk e bën një gjë të tillë, thotë ajo i errësohet krejtësisht. Një pikë bëhen 2 derisa errësohet zemra në kuptimin pra metafizik, errësohet krejtësisht, ngurcohet dhe më nuk i bën bëhet ajo zemra e mbyllur. Nuk i bën më përshtypje as fjala e Allahut. Prandaj ne sot hasim në njerëz që u flet me ajete dhe i këshillon i thua, ki frikë Allahun, ky është krim, Allahu ka thënë kështu, e ashtu, ai nuk ndikohet fare pe kësaj fjale. Ndonse e din që je duke fol me argumente kuranore, pastaj edhe me ato pejgamberike, por nuk i bën përshtypje. Pse? Për shkak se i është errësuar zemra me mëkate. Dhe nuk është i vetëdijshëm për këtë. Kjo është pengesa e parë. Pengesa e dytë, që është një pengesa më të rrezikshme, është mendjemasia, e cila është shumë e fshehtë. Allah thot se asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Unë do t'i largoj nga argumentet e mia, pra nga ajetet e mia, ata të cilët tregojnë mendjemasi në tokë, padrejtisht. Bëhen mendjemdhej pa pas as pak nevojë dhe as pak të drejtë. Bëhet fjalë përballë shpalljes? Përballë shpalljes. Thot unë do t'i pengoj ata në raport me ajetet e mia. Është shumë decisiv Allahu në këtë rast. Pra mes ajeteve të mia dhe mes kuptimit të tyre për njerëzve do të ketë pengesë për shkak të mendjemasisë tyre. Sepse fjala e Allahut është e pastër. Fjala e Allahut nuk mund ta posedoj një zemër që shpërfaq mendjemasi, sepse nuk e meriton një gjë të tillë. Nuk mund të thellohet në kuptimet e Kuranit një njeri që ka mendjemasi në zemër. Nuk mundet, ato nuk përkojnë, nuk ndërlidhen mes vete. Do të me pas kontakt me librin e Allahut, dhe kontakti vetëm është zemra e pastër. Dhe smundja më e rrezikshme e zemrës është mendjemasia. Prandaj pejgamberi i Allahut kur e ka definuar çështjen e mendjemasisë ka thonë mendjemasia el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Mendjemasia është mohimi i të vërtetës dhe përqeshja e njerëzve. 2 elemente që tregojnë për mendjemasinë, e cila mund të jetë shumë e fshehtë. Fillimisht është mohimi i të vërtetës. E dëgjon të vërtetën, e lexon të vërtetën, i kumtohet e vërteta, i paraqitet e vërteta, ai e mohon. Nuk e pranon. Dikush e mohon edhe teorikisht pra me gojë, edhe praktikisht me vepra, e dikush nuk e mohon me gojë, por praktikisht e mohon. Pastaj mohimi i argumenteve të Allahut jo detyrimisht duhet bëhet në mënyrë të tërësishme. Pra ta mohosh Kuranin si libër. Ka dhe musliman fatkeqësisht që e mohojnë në mënyrë praktike argumentin e Allahut. Prandaj është pengesë se nuk kanë mundësi me u thellu në kuptimin e tij, mos flasim në aplikimin e tij. Është diçka e heshtur, është diçka shumë e fshehtë. Për shembull kur Allahu thot me fal namazin, është urdhër i prerë. Nuk është thjesht një kërkesë zgjedhore, por është urdhër, është imperativ kuranor. Por pse ndodh që shumë musliman nuk e falin namazin? Kanë mendjemasi të fshehur në zemër. Se nëse është e rrezikshme shumë. Është shumë e rrezikshme, sepse namazi për shembull është kërkesa kryesore e Allahut për ne. Është vepra që Allahu do më së shumti. Dhe në raport me veprën që Allahu do më së shumti, ne të tregohemi kaq koprac, kaq të pavëmendshëm, kaq të pakujdesshëm. E ta shpërfillim kërkesën e Allahut që duhet të jetë kërkesa kryesore për të përmbushur,
Kjo tregon se në zemrat tona ka mendimadhësi. Çështja është sa apo e kuptojmë apo nuk po e kuptojmë. Nëse e kuptojmë, a dëshirojmë ta ndryshojmë apo nuk dëshirojmë ta ndryshojmë. Pra, ka pengesa të ndryshme, mund të jetë mendimallësia, mund të jetë mëkatet, mendimallësia, pastaj është edhe shpërqendrimi, gafleti. Dikush nuk ka mendimallësi, por është i shpërqendruar në jetë. Është i shpërqendruar vetë Allahu tregon ka një plan jete, nuk ka një sistem. Allahu thot në Kur'an وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ shumë prej gjinëve dhe njerëzve do të futen në zjarr xhenemit. Lehum qulubun la yafqahuna biha, sepse kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, dhe kanë sy me të cilat nuk shohin. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, dhe kanë vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Ulaika kal an'am, i cilëson dhe i përshkruan ata sikur se kafshët. Madje thot belhum adall, madje janë më të devijuar se kafshët, pra janë nën kafshët me mënyrën se si ata organizojnë jetën e tyre, dhe në fund thot ulaika humul ghafilun, të këtilët janë të shkujdesurit, ata që kanë rënë gaflet. Pra, derisa zemra nuk është e gatshme me pranu kuptimin e Kuranit, me meditu atë edhe me apliku në jetë, kjo tregon se kjo zemër është e shpërqendruar, është e lajthitur, është e shkujdesur, ka rënë nga flet thellë. Pastaj gjithashtu është edhe leximi sipërfaqësor i Kuranit. Kur e merr dikush Kuranin dhe e trajton sipërfaqësisht, e njeh për fjalët e Allahut, e beson për fjalët e Allahut, por nuk e trajton përmbajtësisht, e trajton sipërfaqësisht. Dhe ky lexim mekanik, kjo çësje mekanike nuk jep fryte pastaj. Dhe kjo nuk është thirrje për të ndalur, për të mos e lexuar. Absolutisht jo. Kuranin. Absolutisht jo, është thirrje për avancim. Është thirrje për me kalu në hapin e dytë, nivelin e dytë, në atë të meditimit, sepse hapat e avancimit në raport në Kuran janë 3. Fillimisht është fehmi, kuptimi i asaj që je duke e lexuar, pastaj është tedeburi, meditimi dhe reflektimi i asaj që je duke e lexuar, dhe në fund është teëthiri, ndikimi, me lënë gjurmë jetën tënde. Se nuk është ideja unë veç po lexoj, po nuk po ndikohem asgjë për asaj që po lexoj, sepse gjithë jeta jonë varet nga ndikimi që ne e përfitojmë prej Kuranit. Diku po çalojnë, se nuk po reflektojnë pastaj. Në respektimin e këtyre hapave, asgjë tjetër. Po pra. Mirë, do të kuptojmë edhe elemente tjera në këtë emision. Por tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer dashur miq, vazhdojmë tutje, po flasim me Hoxhën Osman lidhur me mënyrën se si të reflektojmë mbi Kuranin në këtë episod të parë të emisionit në thellësitë e Kuranit. Hoxh, e përmendet që zemra paska barriera, paska probleme nëse nuk reflektojmë lidhur me atë që lexojmë në Kuran. Nëse zemra nuk pastrohet, a ka gjasa të vazhdojmë tutje? Po, padyshim se kuptimin e përgjithshëm të Kuranit, njeriu mund ta përfitojë edhe me një zemër jo të pastër. Por thellimin e të ka të pamundur. Përjetimin e kuptimeve të thella të Kuranit, njohjen e tyre, pastaj edhe aplikimin e tyre e ka të pamundur ta bëj pa një zemër të pastër. Fillimisht duhet ta kemi parasysh faktin se Allahu në surën Al-Baqara, sikur se potencova edhe në fillim të emisionit, tregon se ky Kuran ka zbritur që të jetë udhëzim për të devotshmët. Dhalikal kitabu la rayba fi, ai është libri që nuk ka dyshim në të se është prej Allahut, huden lil muttaqin, i cili është udhëzim për të devotshmët. Dhe kush është nisur drejt devotshmërisë? Po pra, për ta kuptuar thellësinë kuranore duhet të kesh devotshmëri. Duhet të kesh takvallëk. Dhe ajo arrihet vetëm përmes zemrës së shëndosh, zemrës së pastër. Sepse në shumë ajete kuranore Allahu tregon se ata të cilët nuk e patën të mundur, ndonse e kishin mundësinë, por nuk deshin ta bëjnë një gjë të tillë për ta pranuar fjalën e Allahut si mesazh të Allahut, edhe pse e njihnin se është fjala e Allahut, ishin hipokritët për shkak të sëmundjes së zemrave tyre. Allahu thot në Kur'an surën Al-Baqara, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Në zemrat e tyre ka sëmundje, prandaj Allahu ka bërë që atyre t'ju shtohet kjo sëmundje për shkak se nuk i kanë ndërmarrë masat e shërimit tyre. Që i bie, në qoftë se në zemrën e njeriu ka sëmundje të caktuara, sikurse
hipokrizia, vetëpëlqimi, egoja, arroganca, kështu me radhë, atëherë ajo ka të pamundur që të thellohet në kuptimet e Kuranit. Pastaj Allahu gjithashtu tregon se ky Kuran ka nevojë për një zemër e cila është në gjendje ta pranojë pastërtinë e saj. Libri i Allahut është fjala më e pastër që ekziston. Dhe ajo kërkon zemër të pastër për ta pranuar dhe për ta jetësuar. Nëse e marrim analizojmë jetëshkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjejmë se Allahu para se ta përzgjedh për pejgamber, para se t'ia zbret shpalljen, ja ka pastruar gjoksin. Ja ka përgatitur shpirtin, zemrën, sepse të pastërtën nuk mund ta pranoj vetëm se i pastërt. Çka do të thotë kjo për ne? Allahu thot alam nashrah laka sadrak. A nuk ta zgjeruam ty gjoksin o Muhammed? A nuk ta pastruam ty gjoksin? A nuk ta bëm zemrën ty të gatshme për me pranu fjalën e Allahut? Padyshim se po. Kjo do të thotë që ne fillimisht duhet me investu në zemrat tona. Nëse e marrim Kuranin dhe nuk gjejmë ndikim tek Kurani, nuk duhet ta fajsojmë Kuranin për vetveten. Duhet ta gjejmë problemin tek vetja jonë. Duhet të hulumtojmë, duhet të eksplorojmë zemrat tona, sepse aty kemi problemin. Pra duhet t'i pastrojmë zemrat tona. Dhe nuk ka mundësi që të kalojmë në arritjen e begatisë së Allahut përmes librit të tij, vetëm se përmes zemrave të begata, zemrave të pastërta, zemrave të shëndosha. Allahu kur thot në një ajet tjetër, "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ky është libër që e kemi zbritur të begatshëm, që duhet ta ndiqni, ta pasoni atë. E të tregoni frikë respektuos ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe në mënyrë që të mëshironi. Pra Allahu tregon se thelbi kryesor i gjithë kësaj që neve duhet ta kemi parasysh është aplikimi i Kuranit. Dhe nuk ka mundësi që të kalojmë në nivelin e aplikimit të Kuranit pa i pastruar zemrat. Ti nuk mund të jesh i gatshëm për të vepruar diçka nga Kurani, pa e përgatitur zemrën tënde me qenë e gatshme për me pranuar si mesazh të Allahut. Si ndikon konkretisht Hoxh pastrimi i zemrës në kuptimin e Kuranit pastaj? Si bëhet kjo konkretisht? Përmes shtimit të respektit ndaj Allahut. Prandaj Allahu kur tregon për shembull për dietarët, thotë inna ma yakhsha Allaha min ibadil ulama. Ata që më shumti i friksohen Allahut janë dietarët. Pse ndodh kjo? Për shkak të ngritjes së vetdijes. Kjo bëhet përmes lidhjes së fuqishme mes teje dhe mes librit të Allahut, që është fjala e Allahut. Përmes hulumtimit të smundjeve tua, nevojave tua, kërkesave tua përmes librit të Allahut. Pikërisht përmes këtij leximi. Përmes leximit që të çon në meditim dhe përmes meditimit që të çon në transformim. Nuk mund të arrish në fazën e transformimit pa kaluar përmes leximit dhe meditimit. Pra jo, qasja sipërfaqësore nuk sjell ndryshim në zemër. Ka dallim mes marrjes së mësimit si informacion, mes Kuranit në këtë rast dhe transformimit. Sepse Kurani nuk ka zbritur vetëm për dije. Kurani ka zbritur për udhëzim. Kurani nuk është thjesht një informacion. Por Kurani është mesazh. Kurani është jetë. Kurani është nur. Allah thot të Kurani e kemi zbritur si nur, si dritë për juve. Tani, a mund ta pranoj si dritë një zemër e mbuluar me smundje? Zemrat tona janë pasqyret tona. A mund të reflektoj dritën një pasqyre të mbuluar me ndytësira? Nuk ka se si të reflektoj. Pra duhet pastrohet ajo pasqyrë për të reflektuar drita prej saj. Edhe zemrat tona duhet pastrohen fillimisht. Sepse këto zemra kanë nevojë për të pastruar me fjalën e Allahut. Kemi nevojë për dijen që vepron. Kemi nevojë për dijen praktike. Kemi nevojë për dijen e cila reflekton në fjalët tona, në gjymtyrat tona, madje edhe në heshtjet tona. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe me heshtjet e tij ka shpërfaqur dhe ka reflektuar devotshmëri. Edhe heshtjet e tij kanë treguar për personalitetin e tij. Mos flasim për fjalët dhe për veprimet e tij, sepse çdo gjë e ka përbërë dhe e përbën sunetin e tij apo traditën pejgamberike nga ana e tij. Kështu ndodh edhe me ne. Si ndodhi që njerëzit më të prapambetur të asaj kohe, siç ishin sahabët, u bën njerëzit më të arsimuar, njerëzit më të ngritur për një periudhë shumë të shkurtë kohore, për disa vjet. Si ndodhi kjo? Për shkak se i pastruan zemrat. I shiruan veten nga prangat e mëkateve, nga vetpëlqimet, nga mendjemallësitë. Dhe sa më shumë që thelloheshin në kuptimet kuranore, aq më tepër ndryshoheshin dhe transformoheshin. Dhe për dallim prej nesh, e që kjo realisht tregon për thelbin e diskutimit ton, ata nuk e ngarkonin veten me informacione kuranore. Prandaj
tregojnë shumë transmetime se sahabët nuk i kanë mësu 10 ajete, vetëm se janë thelluar në kuptimet dhe në aplikimet e tyre. Pastaj kanë kaluar në 10 tjera. Pra për ta nuk ka pas shumë rëndësi numri dhe sasia e informacioneve, qofshin edhe kuranore, sa ka pas rëndësi njohja, aplikimi i atyre mesazheve në jetë. Se ata kanë kuptuar që unë nuk di sa jetoj, po për rast sa të jetoj të marr me vete atë që mua realisht më bën dobi në dynjë dhe në ahiret. Ndërka tek ne është e kundërta. Ne sot japim shumë rëndësi numrit, sasisë, gjë që ka vlerën e vet. Por nëse nuk i kushtojmë rëndësi cilësisë, ajo mbetet e thatë. Po pra, edhe hoq më herët e përmendët çështjen faktin që secili kemi në telefon Kur'anin, e kemi përkthimin e kuptimeve të Kur'anit. Kjo jeta moderne ta quajmë, teknologjia, zhvillimi i saj e kështu me radhë, si ndikon në mënyrën se si ne do ta kuptojmë Kur'anin gjatë leximit, duke qenë se është i mundshëm edhe shpërqendrimi më i madh. Po në fakt ne në vend se të shfrytëzojmë këto lehtësime për të lidhur edhe më tepër me Kur'anin, sepse fizikisht ne kemi afërsi me Kur'anin më shumë se sa asnjëherë më parë. Për shembull, më herët Kur'anin se kanë pas çdo kush. Nuk ka pas mundësi çdo kush me ble Kur'an. Edhe ata që i kanë pas, i kanë rujt me goxha kujdes të madh nëpër shtëpia, nëpër raftet e librave këtu më radh. Ndërsa sot Kur'anin e kemi në xhep, e kemi me vete, e kemi në makinë, e kemi kudo. Pra fizikisht jemi më të lidhur se sa asnjëherë më parë me Kur'anin. Kjo na bën më shumë përgjegjës. Jo. Padyshim se po, sepse sa më madhe që të jetë mirësia, në këtë rast kjo është mirësi nga ana e Allahut, është lehtësim nga ana e Allahut. Sa më madhe që të jetë mirësia, aq më madhe bëhet edhe përgjegjësia. Allahu do të na pyes për këtë mirësi. Allahu do na thotë nesër, unë u lehtësova juve rrethanat që ju të lidheni me librin tim, por cila ishte qasja juaj në raport me te. Si ishit ju shpirtërisht me te, fizikisht e patët kudo, po shpirtërisht sa ishit lidhur me te. Për shembull, ky shpërqendrimi që ne jemi duke vujt prej tij, shpërqendrimi i tmerrshëm, që është duke na ndodhur pej dinamikës së madhe që e kanë shkaktuar rrjetet sociale, bota teknologjike në përgjithësi, është jashtëzakonisht serioz. Në të me marrë masat me njëhershme ndaj vetvetes për me u përqendru në atë që është ideali ynë. Pra, lidhja me librin e Allahut. Atë shumë kanë ndiku bota teknologjike sa që na ka bërë me harru Kur'anin edhe pse e kemi në xhep me vete, në telefon. Mos flasim për përdorimin e telefonit që e bëjmë për gjëra tjera. Pra, sipas disa shkencëtarëve deri në 5000 herë në ditë preket ekrani i telefonit apo i aseteve teknologjike në përgjithësi. 5000 herë në ditë i bie 5000 herë që dal për realitetit të jetës ti. Çka nëse kjo ish përkthyr në raport me Kur'anin? Si do të ishte gjendja jonë? Çfarë vlere kishim me pas? Çfarë vizioni kishim me kriju? Çfarë ndryshime kishim me i përjetu nëse çato klikime që na i bëjmë kishin me qenë në radh parë në librin e Allahut. Pra duke e lexuar, duke e medituar dhe duke u thellur në kuptimin e tij për mi apliku. Këtë ndryshe kishte me qenë gjendja jonë. Prandaj sahabët ndonse jetuan jetë primitive, por arritën ta ndriçonin botën me njohuritë kuranore, arritën ta zhvillojnë në të gjitha dimensionet të shoqërisë njerëzore, edhe në atë politik, ekonomik, juridik, social. Pse ndodhi kjo? Për shkak të rikthimit në bazë, për shkak të rikthimit në origjinë, për shkak të lidhjes me atë që është më e rëndësishme me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ne sot, nëse dimë mi shfrytëzu këto mirësi, ne botës do t'i japim mirësi të shumta, ne botën ta ndriçojmë ashtu siç e ndriçuan sahabët, sepse ata nuk kanë qenë njerëz toksor, kanë qenë njerëzor sikurse ne. Por ata i kanë njohur prioritetet. Prioritet për secilin musliman dhe muslimane duhet të jetë lidhja me librin e Allahut. Mos lejmë që të jemi për atyre për cilët pejgamberi Allah do të ankohet në ditën e gjykimit. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ditën e gjykimit thot Allahu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam do thotë: O Zoti im, populli im e braktisi librin, e braktisi Kur'anin. Dietarët kur e zbërthejnë çështjen e braktisjes tonë, nuk është braktisje vetëm të mos e lexosh atë. Braktisja është të mos e meditosh kur e lexon atë. Sepse ky është thelbi. Ky është qëllimi i zbritjes së Kuranit. Qofse ne vetëm e lexojmë sipërfaqësisht, por nuk e përjetojmë emocionalisht dhe shpirtërisht, ne kemi braktisur shpirtërisht Kuranin. Ndonse jo fizikisht, por e kemi braktisur shpirtërisht. Dhe ky është problem serioz. Sepse Allah do të na pyes në ditën e gjykimit. Dhe duke qenë hoqë se Kurani është udhëzim universal dhe është i përhershëm,
Çfarë duhet të bëjmë që të reflektojmë mbi të dhe këtë reflektim ta bëjmë relevant, ta bëjmë parsor në jetën tonë? Duhet t'i krijojmë vetes hapësirë qetësie. Ne kemi nevojë për qetësi, për paqe me vetveten, dhe kjo është kryesorja. Normalisht tu ka shumë faktorë që kanë ndiku, por faktori kryesor mendoj është shpërqendrimi i kësaj dinamike të madhe të botës teknologjike, që nuk mund të pavarësohemi prej saj normalisht, as nuk është kërkesa jonë që të pavarësohemi prej saj, sepse janë lehtësime të kohës, por duhet t'ia japim kohën meritore shpirtit tonë. Shpirti është duke lënguar. Dhe më e mira për ta bërë një gjë të tillë është kur ti krijon vetes një periudhë kohore, ditore, sidomos gjatë natës, të vetmohesh me Allahun subhanahu wa taala, të bashkëbisedosh me Allahun. Ti numërosh nevojat tua, kërkesat tua, e krahas nevojave tua dhe kërkesave tua, ti numërosh Allahut edhe mëkatet tua, edhe smundjet tua. Një moment kur mund të jemi më korrekt. Kjo është ajo që e qetëson shpirtin, bujar. Ne kemi nevojë shumë më vetëm. Njohja vetes. Pse Islami ka dhënë shumë rëndësi namazit natës? Pse? Ne bëjmë namaz edhe ditën. Po pse e vlerëson namazin natës? Sidomos në pjesën e tretë natës. Atëherë kur gjithë janë gjumë, qetësia me vetveten, paqja me vetveten arrihet përmes komunikimit me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është ajo që shpirti ka nevojë më së shumti. Ne nuk ka mundësi me shpëtu prej kësaj bote që është duke na glabëru, vetëm se duke kriju paqe me vetveten. Kjo paqe arrihet vetëm përmes lidhjes sonë me Allahun. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. S'ka përmend Allah faktor tjetër. Çdo gjë tjetër është mjet. Nëse din me e shfrytzu, kontribon në këtë kërkesë. Nëse s'din me e shfrytzu, nuk kontribon. Për shembull, mjet është me kërku pasurinë. Por qëllimi, për çfarë kërkon, është ajo që e definon përfundimin pastaj. Nëse kërkon pasurinë për mu afru me Allahun, për me përmend Allahun më lehtë edhe më shumë, nëse kërkon për shembull karrierën, për mu afru Allahut me dije, me angazhim, edhe individual, edhe familjar, edhe social, atëherë normalisht që kjo jep frytet e veta. Por nëse nuk e bën për një gjë të tillë, atëherë ajo ka me pas pasojat e veta. Vetëm përmes përmendjes së Allahut, sepse këtu nocioni i përmendjes së Allahut është i përgjithshëm, e përfshin komplet fenë. Për përmendje Allahut me shahadet, përmendje Allahut me namaz, përmendje Allahut me sadaka, përmendje Allahut me hax. Të jetuarit me konceptin e fesë. Të jetuar me konceptin e Allahut. Dhe vetëm përmes kësaj lidhje mes nesh dhe me Zotit, njeriu arrin paqe me vetveten. Pastaj është edhe diçka tjetër që duhet pas parasysh, është me kriju vetes rrethanat mjaftueshme, spaku minimale, për mos mu shkëput për librit të Allahut. Pra me pas një vazhdimsi. Me pas kontinuitet. Vetëm lidhja e përditshme me Kur'anin nuk e pengon begatinë e përditshme në jetën tonë. Sepse Allahu ka garantu, nëse dëshironi begati, atë arrini vetëm përmes librit të Allahut. Mubarak ka qytë Allahu. Dhe kjo lidhje në kupton jo vetëm lexim, por më shumë se kaq. Më shumë se kaq. Unë jam i tharë dhe çdo herë i këshilloj edhe nxënësat e mi dhe xhamatin dhe ata që më dëgjojnë, çdo herë i këshilloj më mirë përmbajuni disa ajeteve ditore, por thellohuni te. Komunikoni me Allahun kur e lexon për shembull fillimin, parathënien kuranore. Elhamdulillahi rabbil alamin. Nalë pak edhe analizo çka e të thonë. Pra rri aty dhe mendoje. Po pra, vetë pejgamberi Allahu na ka treguar në hadithin kutsi se Allahu e ka nda namazin në dy pjesë. Qasamtu s-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn, e kam nda namazin mes meje dhe mes robit tim në dy gjysma, dy pjesë. Idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kur robi thot alhamdulillahi rabbil alamin, Zoti i takojnë lavdi dhe falënderimi, Allahu thot hamidani 'abdi, Allahu të përgjigjet. Me lavdëroj, me falenderoj robi im. Kur thot Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thot me lavdëroj, me dha cilësitë gjithëmshirshme. Allahu të përgjigjet, subhanallah. Kur thot Malik Yawmiddin, thot më glorifikoj robi im. Kur kërkon, Allahu i përgjigjet, thot kjo është kërkesë për robin tim deri në fund hadithit që të mos e zgjas më tepër. Pra Allahu bashkëbisedon me ne. Allahu na ka nderuar shtepër saqë ka kriju mes nesh dhe mes ti një raport kaq të afërt, kaq të dashur, kaq të mirë saqë nuk ka lënë asnjë pengesë mes nesh dhe mes Allahut. Subhanallahu, vetëm nëse ne dëshirojmë ta pengojmë një gjë të tillë. Nëse ne e trajtojmë limin e Allahut si sa i buja, edhe uroj që ta provoj secili prej besimtarëve. Dhe normalisht që kjo proces nuk mund vim në këtë nivel më njëherë.
Dhe nëse kemi këtë çast, nëse e ushqejmë këtë proces, edhe jemi të vazhdueshëm, do ta shijojmë ëmbëlsinë e fjalës së Allahut, saqë do të thuash në vetvete, nuk ka ëmbëlsi më të madhe se sa kjo. Kjo është e sigurt. Padyshim sepse imani ka shije. Dha ka ta'mal imani men radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. E ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, thot pejgamberi Allahut në hadithin që transmeton Enesi. Thot ai i cili kënaqet me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammed Mustafan për pejgamber. E si ka mundësi ti të kënaqesh me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammed Mustafan për pejgamber, pa qenë i lidhur me Kur'an? Shumë tema keni prekur hoxhi në këtë epizod të parë të këtij emisioni, të cilat do të zgjerojmë inshallah javën në vazhdim në emisionet e tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush, ishte kënaqësi e Allahu na begatoft. Amin. Dashur miq, kaq për sa i përket këtij takimi të parë në emisionin Thellësitë e Kuranit. Takohemi inshallah në emisionet e tjera. Selam aleikum.